Isha duke thënë vullnet që janë pozicionime të shtuara të policisë së Kosovës në taktika të ndryshme, sidomos në magjistrale, që të shpihen nga Mitrovica në drejtim të Leposavicit, të koncentrimi më i madh i njësive speciale të cilët janë të armatosur rëndë, sigurisht është në udhkryqin do thotë në drejtimin me Leposavicit, në udhkryqin që të çon majtas në manastirin e Banjskës, pikërisht në vendbanimin në cilin ka ndodhur vrasja e policit dhe plagosja e një tjetri këtu në urën Liuse, për shkak se kjo është një urë e vogël e cila ka lënë për mbi luminiver, i cili ka lënë këndej pari. Përpas njësive të shtuara të policisë, të cilët tashmë i kanë dhënë pozicionet e tyre për të bërë perimetrin e madh të sigurisë, për shkak se kjo është një zonë kufitare dhe natyrisht policia e Kosovës gjatë gjithë kohës, sidomos këto 2 vite të fundit ka qenë cak i sulmeve nga grupe të ndryshme të dyshuara kriminale, për shkak se këndej pari gjithmonë në shtëpi, në rrugët ilegale për kontrabandrim të marrave dhe pashtu edhe të njerëzve dhe të tjera. Momentalisht këtu në Banjsk është krejt e qetë situata. Magjistralja Prishtinë do thotë nga Mitrovica në drejtim të Leposavicit është e qarkullueshme, ka një qarkullim mjaft të vogël të makinave, kjo duke ditur se është e tjele, pashtu edhe plot njerëz gjatë rrugës sa e bënin këtu së bashku me një koleg timin gazetar, njerëzit na ndalnin qoftë ata edhe serb, dhe na pyesin se çka ka ndodhur, për shkak se dhe pastaj ne u detyroheshim që të tregonim se ka ndodhur një situatë e rrezikshme, e cila për fat të keq përfundoi me vrasjen e një policie dhe plagosjen e një tjetri. Kur të flasim për forcat të cilat janë të thirrura për të ruajtur sigurinë, do thotë për shkak se policia e Kosovës është e para ajo që ruan sigurinë në Republikën e Kosovës, dhe pastaj EULEX-i. Kur flasim për EULEX-in, një numër i madh i makinave të blinduara të EULEX-it tashmë kanë zënë pozicionet në përveri të Kosovës, kjo për të kryer mandatin e tyre, përderisa njësi të tjera relevante hetuese po bëjnë hetime të ndryshme në vendin e ngjarjes. Momentalisht ofrimit e ura është i pamundur për shkak të perimetrit të sigurisë, për shkak të vrejtjeve policore, të cilat vinë kohë pas kohe, dhe thonë se nuk duhet se alarmi nuk ka kaluar ende, dhe se gazetarët duhet të kenë mjaft kujdes në një territor si ky momentalisht, ku jo gjithçka i është vënë pika sa i përket aspektit të sigurisë dhe bërjes së hetimeve për rastin e sotshëm. Besnik, faleminderit shumë për gjitha informacionet. Sigurisht gjatë këtij transmetimi të drejt për drejt do t'ju kemi shpesh, sidomos ju dhe Arisin dhe gazetarë tjerë, cilët në vazhdimsi jeni angazhuar drejt për të mbuluar gjitha zhvillimet në pjesën veriore të vendit. Do sjellim të nderuar shikues edhe një herë informacione për